Autoritetet italiane dhe shqiptare kanë finalizuar operacionin e koduar Ura, një aksion i përbashkët që ka vënë në shënjestër një rrjet të strukturuar kriminal i dyshuar për trafik ndërkombëtar heroine dhe kokaine, si dhe pastrim parash. Hetimet janë zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë mes prokurorive të dy vendeve dhe kanë përfshirë një sër bastisish në Tiranë, Durrës, Fier dhe Vlorë. Në kuadër të këtij operacioni, në qendër të vëmendjes ka qenë dhe Elvis Doçi, i njohur me novkën Visi Pojës. Ai është një emër i njohur për drejtësinë shqiptare dhe ndërkombëtare, ndërsa vetëm një vit më parë, në banesën e tij, u sekuestruan rreth 3 milionë euro kesh gjatë një kontrolli të ushtruar nga SPAK. Elvis Doçi rezulton gjithashtu nipi Xhevdet Troplinit, një tjetër personazh i botës së krimit, i cili ka arritur të shpëtojë prangave të policisë dhe akuzohet për vepra të rënda penale në fushën e narkotikëve. Operacioni Ura synon çmontimin e këtij rrjeti që dyshohet se transportonte lëndë narkotike nga Ballkani drejt vendeve të Bashkimit Evropian, ndërkohë që pritet të ketë arrestime të tjera dhe sekuestrime pasurish në ditët në vijim. SPAK dhe autoritetet italiane konfirmojnë se hetimet do të thellohen për të zbardhur tërësisht aktivitetin kriminal dhe rrjetin e bashkëpunëtorëve si brenda ashtu dhe jashtë vendit.